Jemi në konferencën për shtyp përpara ndeshjes Shkëndija Bravo, takimi i kthimit, gjirës së dytë eliminatore në UEFA Conference League, me ne shefi i stafit teknik Artim Pollozhani dhe futbollisti Drilon Islami. Do prezentoni veten edhe personit të cilit i bëhet pyetja dhe më pas bëni pyetje. Patjetër që jeni korrekt në atë konkluzionin tuaj për sa i përket intervistave, por që duhet ta kuptojmë një gjë që të futemi, të fitojmë neshën, nuk është shumë më rëndësi rezultati, është më rëndësi manovra se si e fitojmë. Dhe ne gjatë gjithë kohës i mshojmë kësaj manovre sepse do na duhet pastaj për vazhdimsinë. Patjetër që në Sloveni kemi bërë një ndeshje të bukur nga aspekti i manovrës, por që ka mungu finalizimi, që do të thotë tek pjesa e finalizimit, duke i nda veçoritë ose veçoritë e ndeshjes, ne duhet jemi më korrekt sepse bëhet fjalë për eliminim. Në momentin që bëhet fjalë për eliminim, patjetër që nëse ti bën një ndeshje të bukur, është me patjetër që të finalizojsh, sepse është ndeshje me eliminim edhe kjo pastaj shkakton probleme. Ndërsa sa i përket kampionatit, patjetër që kampionati nuk është eliminim, është maraton, por nëse ne duam që të vim tek ajo që të jemi afër kampionatit me qasje dhe kupave të Europës, është me patjetër që qasja ose manovrat bën me një shpejtësi tjetër, sepse kjo duhet pastaj ka ajo pjesa tjetër e Europës. Që do të thotë me një fjalë përmbyllse, duhet të jemi me impenjim në manovër si në kupat e Europës ashtu edhe në kampionat. Atmosfera në grup është mjaft e mirë dhe synimi jonë është vetëm fitore për të kaluar tutje. Jemi mundu me përgatit maksimalisht ndeshjen edhe kemi me bo maksimumin për ta përmbys rezultatin edhe shpresoj që këtë ndeshje me qenë edhe foti në anën tonë, pasi që ndeshjen e kaluar kemi pas shumë raste shënime. Edhe në këtë ndeshje besoj që do të më konë veç pak më konkret e gol edhe për të besuar dhe për të kualifikuar tutje. Tani nëse i kthehemi pyetjes tuaj e përgjithshme e kësaj që thatë, patjetër që është sa më shumë klube që të vazhdojnë garat për futbollin vendor është pozitive. Pse mos edhe në vitet tjera që të marrin 4 ekipe pjesë Kupat e Europës. Por nëse flasim për gjendjen momentale, me thënë drejtën, mu për momentin ose ne për momentin na intereson vetëm ekipi jonë, që duhet me patjetër që të marrim rezultat pozitiv për të vazhduar rrugën tonë pastaj ose për të tentuar që të përsërisim vitin e kaluar, sepse në momentin që përsëritet, unë mendoj që është akoma më e bukur. Kjo është një gjest mjaft i mirë i klubit edhe këtë ndeshjen e Evropë tifaz lin rol shumë, edhe ne kishaftu këtë tifaz të ballistat edhe gjithë tifaz shqiptar më orë më na përkrah dhe shpresoj që në fund me gëzua ana me kualifikimin tutje. Patjetër që gjesti është për të përshëndet, sepse më mendoj që klubi dhe tifozët janë një binom që duhet funksionojë me patjetër. Nuk është se e ka pas në herë Shkëndija këtë problem. Ajo që është pozitive të kjo është që sepse të merremi vesh, domethënë të kuptohemi, Shkëndija nuk ka vetëm tifoz, patjetër që i ka ballistët që ato ishin prezente edhe në Sloveni dhe ne praktikisht ndiheshim sikur luajm brenda këtu në Tetov, sepse ishim prezent. Nuk është çështje, ballistët janë gjithmonë aty prezent. Ajo që është me rëndësi është gjesti i klubit për të tërheq, sepse unë mendoj që Shkëndija ka edhe jashtë qytetit Tetovës tifoz, sepse e di, e kam ndje. Kjo është një apel jashtëzakonisht i rëndësishëm si për klubin ashtu edhe për lojtarët, sepse do kenë një mbështetje. Tani mbështetja sa më e madhe e më e fuqishme të jetë praktikisht që ai emocioni brenda fushës që e kanë lojtarët është jashtë i rëndësishëm. Mendoj që është një super lajm, një super gjest, ne presim që të na mbështesin, sepse është një ndeshje që për vazhdimsi na jep jashtëzakonisht shumë pastaj. Normalisht që këtë klub e na shumë optimist që mujna me përmbys rezultatën dhe me kualifiku. Mendoj që nëse bojna lojën, sigur lojën që kemi bërë në Sloveni, vetëm na vijnë pak më na ndihmu foti edhe më konë ma cinik të gola dhe shpresoj që kena me përmbys rezultatin edhe me kalu tutje. Unë e potenciova edhe pak më parë. Unë e kam provu, jo si trajner i parë, po si ndihmës këtë përsëritjen ose herën e dytë. Është jashtëzakonisht e bukur. Edhe ne gjatë gjithë kësaj kohe nga ana psikologjike, për shembull, ne i mshojmë kësaj, sepse
përsëritja është jashtëzakonisht e mirë. Por patjetër që nuk duhet të ekzistojë një presion tek lojtarët, ne stafi ose drejtuesit që ata ti kryjnë ato detyra taktike ose teknike që do japim ne. Pastaj pjesa tjetër është përgjegjësia e stafit, domethënë lojtarët nuk kanë asnjë farë lloji përgjegjësie përveç se kryjnë detyrat që do jepen nga stafi teknik. Mirë, ju falenderoj gjithëve që ndoqët të konferencë për shtyp. Ju kujtojmë vetëm që Shkëndia nga ora 19 stërvitet këtu në stadiumin Todor Projevski. 15 minutët e para janë të hapura për mediat, ndërkohë takohemi bashkë nesër në orën 20 me takimin e kthimit Shkëndia Bravo.